Klasa dual në shkollën profesionale Hamdi Bushati po konfirmohet si një histori suksesi për arsimin profesional në Shkodër. Drejtoria e shkollës Merita Zeneli thekson se për të dytin vit të radhas dhe ky model arsimor ka sjellë rezultate konkrete duke u përkthyer në punësime të drejtë për drejta për nxënësit që në bankat e shkollës. Po shohim që ka rezultate, që do të thotë rezultati kryesor është punësimi, sepse ky është fokusi, pra pasi të marrin shkollën të punësohen, por ama punësimet kanë filluar që herët. Jo thjesht domethënë masi marrojnë dualin, vazhdojnë edhe në vitin e 4, sepse dualin ne e kemi në vitin e 3. Ne ndjekim edhe nëpërmjet gjurmimit, që edhe pasi kanë marruar një vit pas të mesmës, pra që kanë marruar, nëse këto nxënës janë aktualisht janë të punësuar apo s'janë të punësuar, dhe rezultatet kanë qenë mjaft të mira. Nga ana tjetër, vjet e re se një pjesë e nxënësve po mjafton me këtë formim profesional, duke zgjedhur të hynë menjëherë në tregun e punës, pa vijuar studime të mëtejshme. Për sa kohë mundësia është për me ndjek edhe universitetin, kemi pas shumë nxënës, sidomos këtë vit që kanë ndjek universitetin, që do të thotë nuk jena privu domethënë nga pjesa e studimeve të larta. Por gjithmonë nxënësit që marrin tek ne e shohin që duke marrë profesionin e kërkojnë më tepër punën se sa shkollën. Ne shohim edhe ishin nxënës, të cilët domethënë aktualisht jetojnë jashtë dhe po vinë kërkojnë certifikatat, fundit edhe një certifikat 2 vjeçare, pra është e rëndësishme për ta një certifikim që kanë marrë drejt në arsimin profesional. Rritja e interesit për klasa dual shihet si një treguesi i nevojës për më shumë profile praktike në arsim të lidhura drejt për drejt me kërkesat e tregut të punës.